Alma Tafani, gruaja Nikolin Jakës, është shpallur në kërkim nga policia pasi është arratisur pas skandalit ku firma saj private helmoi 56 studentë e Akademisë së Sigurisë duke i ofruar ushqime jashtë çdo lloji standardi dhe të rrezikshme për konsumatorët. Pas kontrollit në banesën e saj, efektivet kanë marrë në pyetje familjare të Alma Tafanit, të cilët kanë thënë se kjo e fundit është larguar jashtë Shqipërisë për arsye pune. Por burime bëjmë në dije se referuar sistemi TIMS, Alma Tafani ndodhet në Shqipëri dhe nuk është larguar jashtë vendit, por ndërkohë ajo po fshihet për t'u shmangur drejtësisë dhe akuzave të ngritura ndaj saj. Nga ana tjetër, Nikolin Jaka, i bashkëshorti i Alma Tafanit, pritet që të merret në pyetje nga prokuroria në lidhje me hetimet për zbardhjen e skandalit me sigurinë ushqimore që ofron kompania e tyre Sorial. Kjo kompani prej disa kohësh kishte lidhur një kontratë me Akademinë e Sigurisë, ku ofronte në formën e cateringut 3 vaktet e ushqimit për studentët, ushqime që sipas vetë studentëve ishin jashtë standardeve për të konsumuar. Madje shumë prej tyre janë ankuar për paketat me ushqim të Sorial, por duke mos patur mundësi tjetër janë detyruar t'i konsumojnë. Referuar dosjes hetimore, Vision Plus mëson se janë marrë në pyetje edhe 2 personat arrestuar, kuzhinieri Sorial Kujtim Ballgjini dhe Kristiana Plaka me detyrë teknologe e ushqimit pranë kësaj kompanie. Ata kanë thënë përpara grupit hetimor se nuk kanë lidhje me helmimin e studentëve, por ushqimet janë gatuar në bazë të menus dhe produkteve të sjellta nga vetë kompania Sorial. Në pyetje janë marrë dhe mjekët e spitalit infektiv Najada Çomo dhe Edmond Puca, të cilët kanë konfirmuar se helmimi i 56 studentëve ka ardhur si pasojë e ushqimit. Sipas hetimeve, Alma Tafani pritet të akuzohet për veprën penale prodhimi dhe shitja ushqimeve dhe lëndëve të tjera të rrezikshme për shëndetin, ku sipas kodit penal rrezikon deri në 10 vite burg.